Maska me vezë që zhduk rrudhat përgjithmonë ja receta. Lëkura me akne dhe me rrudha gjatë gjithë kohës që falë pa siguri dhe kjo gjë nuk është as pak e këndshme. Sot ne do t'ju ndihmoj me një trajtim për lëkurën e yndyrshme dhe me akne. Ndani të bardhën e vezës nga e verdha e vezës, e rrahim vezën shumë derisa të krijojë një shkumë homogjene. Marrim një lugë me lëng limoni dhe i përzim të dy ingredientët. E lajmë fytyrën me ujë të ftohtë dhe më pas e aplikojmë maskën e përgatitur. E mbajmë atë për 20 minuta, më pas e lajmë fytyrën me ujë të vakët. Mundet që ta aplikoni të paktën 2 herë në javë këtë maskë dhe do të shikoni se rezultatet që do të keni duhet të jenë gjithmonë pozitive dhe kështu rrudha dhe akne do të zhduken sa hape mbyll syt.